Shkatrimi i familjes, ca ligje për të cilët po flitet shumë këto ditë, si shkatrimi i familjes. Edhe është ky ligji që është miratu tash në parlament nga socialistët. Edhe unë dëgjova një intervistë të Orland Ballën, që po shpjegon të ligjin, edhe me erdhi keq. Me erdhi keq, se kur ai shpjegoi ligjin, doli për mendimin tim që është bo një gabim i madh. Jo se ligji u jep barazi njerëzve pa dallim çfarë seksi kanë qenë dy sekse, mashkull dhe femër, por se siç e shpjegoi ta Orland Balla, unë nuk e kam lexu, për cilin unë kam shumë respekt dhe nuk e di pse. Siç e shpjegoi ta Orland Balla, ky ligj shpjegon për kufizimin e fjalës se çfarë është seksi, edhe thot ta Orland Balla aty, natyrisht që thot që ligji do t'i jap barazi femrës edhe mashkullit, gruas 7 zone. Nuk i kuptova këta që të punoj 6 muaj, atë punoj 6 orë dhe jo 8 orë. Kjo nuk është barazi, kjo është një lloj që t'i japim lehtësie një personi po nuk prish punë, shpjegimet, se ne nuk i kemi atë politikanët në parlament që t'jenë filozof, edhe t'jenë njohës të mirëfillt të nuancave gjuhësore që të na japin për kufizime fjalësh. Nuk më intereson kjo. Mua ajo që më intereson, edhe që më dhembi kur e dëgjova, edhe që këta si kapin këta të medjes, edhe më vjen shumë keq, që vazhdimisht më duket mu që merren me çikërrima për skapin gjanë kryesore. Për shembull, e zem këto parlamentarët janë kështu. E kanë trit e zem Edi Ramën aty, ose kanë trit një person për Ballukun, edhe pyesin për Edin fjallavje. Edhe e pyet kjo se kanë bo ata pyetjet që në shtëpi i bëjnë me hartime, i bëjnë me fletore, se zin flasin, se janë kompetent. I kanë bo pyetjet gati, edhe lexo pyetjet në fletore, edhe e kanë thrit ata në që quhet ata kur e thrasin një seancë dëgjimore, nuk e di se kanë një emër, një terminologji, edhe thot, Belinda Balluku, kur e peti Edi Ramën për herë të parë? Edhe thot, e pash me këtë datë. Aha, e kur e pe për herë dytë? E pash, thot, në zyren e vetë, aty në kryeministri. E çfarë po bonte? Edhe thot, ishte zhvesh lakurigja dhe kishte marrë një vibrator dhe po bonte si gratë me praponicën e vetë, diçka e tillë. Aha, edhe çfarë? Edhe bo pyetjen tjetër që kanë fletore. O idiot. O idiot. Ajo ty të dha një material që ti se kishe prit kur, dha një xhavahir, e ti s'di të ta shfrytëzosh mora mas çkara, mor idiot, mor deputet debil, fjallavje do thush, në qoftë se vazhdoj pyetjen tjetër që kanë fletore. Edhe këto, ta Orland Balla, po thoshte aty që ne i kemi dhënë të drejta të barta njerëzve si pas seksit që ka caktu shoqëria. Edhe këtu që momenti mor idiot në loni, gazetar debil, ne tha i kemi dhënë të drejtën sekseve që ka caktu shoqëria, seksi nuk e cakton shoqëria, mor idiot. Seksin e ka caktu natyra, Perëndia, kushdo që thuhet edhe është ai që le më fal për shprehjen me kar, është burr.
A i që le me atë vrim është femër, nuk e cakton shoqëria. Shoqëria mund vesh çdo lloj emri në stadet ndryshme të shoqërisë. Nuk cakton shoqëria se këtu pastaj fillon edhe futën gjithë ata që pas ka drejt Partia Demokratike, edhe këto të tjerë që të hidhen për fyti se shoqëria asnjëherë nuk e ka caktu, edhe në qoftë se shoqëria e cakton atë që është e natyrës. Unë kam jetu në vende që janë vende pro homoseksual. Edhe prap shoqëria është jo që jep këto kufizime fjalesh, është një pakic që del kundër shoqërisë. Edhe një herë, unë jam dakord vëllezër e motra që t'i jepet të drejt e barabartë çdo lloj njeriu që jeton në këtë botë, se unë besoj që çdo njeri është siç është, jo komplet për fajin e ty. Ashtu e ka bo natyra, t'u japim të drejtat, por jo për kufizimit fjaleve që e bokin këto socialistët e tonë, edhe ta u lanë balla që mund gjanë burr. Po është e detyruar se njerëzit ndaj s'm pëlqen mund t'jesh antari asnjë partie, se sa do njeri i mrekullueshëm t'jesh, do t'jetosh, do të veprosh, do të sillesh, do të flasësh mrena kornizëve që detyron ajo parti. Pra je rob i asaj partie, je sklav i asaj partie, nuk jem vete, nuk është shoqëria që cakton seksin, është natyra. Thuj po deshe që është edhe Perëndia. E përsa i përket shkatrimit familjes, vëllezër e motra, unë këtë sa rrida të kuptoj, unë jetova në këtë botë, edhe po hiki nga kjo botë jetova. Shumë qatë kam jetu. Se kisha morë me mend që do të arrija të jetoja 60 vjeç, po jetova 63. Me këta mend që kam unë duke se të shkoj dhe 70 dhe s'ka për të vdek. Jetova gjatë. Por vëllezër e motra, unë kur nuk jam bind në këtë botë, që ty të bën homoseksual një ligj, apo që familjen e shkatron një ligj homoseksualesh. Ata njerëz që kanë lind të tillë, nuk bëhen me ligje. Edhe nuk e shkatrojnë familjen për arsye se ai burr që ka lind për gru dhe do gru, edhe po të shikoj ata dy burrët puthën atje, i vjen të vjell, i vjen e veri, jo fillon dhe bën vetë. Unë këtë së rritë të kuptoj që shkatron familjen që jep këtë drejta të barabartë çdo lloj njeriu. Edhe ato mund t'jenë të ndryll, mund t'jenë të fsheh në për qure, në për klozeta, thajme ne, por ata kanë qenë, ajo pakic, do t'jenë lindë edhe në për kafshë. Edhe kafshët janë homoseksual. Shef kaun që hyp kaut, gomorin që hyp gomorit. Por është një pakic, edhe ligjet çfarëdo që t'jenë. Unë nuk mundem do të besoj, siç mendoni ju, që në shkatroj familjen, se ta shti shef burrin duke u puth, edhe veta i s'ka qenë homoseksual, për të shtimi që shif ka ta shkan edhe ban. Ti ose ke në gjak ose se ke, ti ose je, nuk shkatron. Barazia nuk është në gjë e keqe. Ti mos i shkelesh me kom njerëzit që ashtu i ka bo natyra so Perëndia, që edhe ta vetë mund të kenë dhimbje që janë të tillë, që s'janë një lloj si gjithë shoqëria, që familja mund i përbuz, shokët, miqt, farefisi nuk i japin ato që meritojnë, mendojnë vetëm thjesht për çka kanë gjak, diçka që se kanë futur të ndamar. Edhe unë nuk jam dakord me këtë mendimet që janë përhap që ky ligj të shkatroj familjen. Nuk shkatron familjen. Familja nëse është e shkatruar, është e shkatruar, nëse nuk është e shkatruar, nuk është e shkatruar. Dy burra nëse puthen me njëri tjetrin ose bëjnë të pesëlliqet me njëri tjetrin, nuk e bëjnë një person që do femër dhe vetëm femër që po ta bëj dhe unë këtë punë. Shkatrimi i familjes nuk më mushmenjen, është zhurmë po zhurmë,
me gjetë mënyra se si me sulmum atë të PS-s. Unë Partinë Socialiste këtu e kuptoj, edhe nuk besoj që e kanë nga dhuna që i bën Edi Rama mbi kokë, por në qoftë se do të shkosh në Evropë, atëherë edhe do të jetosh me normët e Evropës, atëherë të drejta e gjithë njerëzve duhet garantu me ligj, por ky nuk ndryshon asgjë, për arsye se ne si shqiptar nuk kemi qenë kur barbar, ne ndoshta nuk i pëlqejmë, por nuk i kemi shkel me kom ato që i ka po Perëndia kështu. Ato vetë ndoshta më shumë se sa ne kanë met në me laftë të mqeft, se u ka ardhur tyre zorë dhe turp se shoqëria nuk i pranon, por ne nuk i kemi shkel me kom, ne edhe pa pas ligje, ne jemi një popull fisnik. Ne kuptojmë ato që ashtu e ka bo Perëndia, ne kuptojmë ato që ashtu e ka bo Zoti, ashtu e ka bo natyra, si kemi shkel me kom, nuk e kemi ngrit në pedestal, po si kemi shkel me kom edhe s'kemi nevojë ne. Si kom të kemi ligje, bile edhe po të kemi ligje, ne si zbatojmë shumë ligjet që na imponojnë të tjerët me qeveri, ne kemi zbatuar ligjet e tona që i bëjmë vetë, të popullit kanunin, në mënyrë të përpikt, po me ligj apo pa ligj, ne si kemi shkel një herë të drejtat e homoseksualëve, edhe pse ato në qoftë kemi pas kanë qenë më shumë të mqeft, por tash që i kemi dhënë ligj, ashtu të drejta me ligj, ne prap nuk e kemi prish familjen dhe nuk e prish familjen. Mu me erdhi keq vetëm për kufizimi i seksit që pas ka në ligj me knaqe evropianët, që s'është e vërtet, që shoqëria mund të jetë e gabume, por është një pakicë e shoqërisë që ka dhënë këto amertime të sekseve të ndryshëm, nuk e di se çka janë, po janë punët e tyre. Kjo ishte ajo. Bëjmë zhurmë për asgjë, much ado about nothing, thoshte Shakespeare, shumë zhurmë për asgjë. Much ado about nothing. Diçka tjetër që desha të flas për 2 minuta, se s'do të bëj 100 video, pa zjat, është një agron shehu ose agron shehaj. Mu më pëlqen që t'jetë një zog kundërshtar në parlament, më duket se ky ose është i pavarur, ose i përket një partie të vogël, edhe unë du, a i më gjanë më falni për shprehjen, çdo ditë më shumë si një kone e keqe që lef, edhe nuk të hanë. Është si një kone e bezdishme që të vjene për kom, edhe kam frikë dhe kam pas shumë frikë deri më sot flas, për arsye se do duket sikur, po edhe një zot që del kundra dhe i kundërshton këta në çdo fjalë që flasin, edhe këta disa migjoka po e lufton, atëherë të rrimet i bëjmë peqe, të se thonë urdhnash, një fjalë e mrekullueshme. Kjo është Shqipës. Por fatkeqësisht për femër i përgjigjesh burrit në Shqipëri gjithmonë, deri tash të vonë, me fjalën urdhna ose urna. Pra më jep urdhër, unë jam në urdhërën tat, në komandën tate. Nëse nuk e di ka qenë mirë. Po, ku kisha fjalën unë, agron shehaj, po bëhet si një kone e bezdisshme. Pse bëhet si një kone e bezdisshme? Që lef edhe nuk të hanë, edhe krijon zhurmë, edhe krijon rrëmuj, edhe nuk lene të bësh muhabet, fjallavje ke një mik aty, edhe i vjene për kam, kështu për më gjanë në agron shehaj. Ishte pash me doli në YouTube aty, son shaf YouTube nga që s'kam kanale televizive shqipe dhe i shaf aty ata që duhet dhe i zjedhë. Edhe po diskutoshim gjasit, më duke si një buqet shtetërore, diçka tillë, edhe aty ishte Spiro Pali, kjo ministre, çfarë është, unë e di që është ministra e punëve të jashtme, nuk e di çka dështë kjo ke miratimi i buxheteve, se kuptoj, ç'lidhje ka ministria e punëve të jashtme me buxhetet, po kështu më gjallë, sikur po diskutonin buxhetet, edhe hidhesh ky,
sikone e keqe aty. Edhe fliste që jo qeveria, jo jeni bo hajdut, jo balluku, jo ti ke vjedhësishe. Edhe me erdi që nduta demaskoj këta lloj qeverie, çdo lloj hajduti, çdo lloj politikani. Me forës, aq forsa, ta dëgjoj gjithë Ballkani. Por çdo gjë ka vendin e vet. Për shembull, në qoftë është thirr në interpelancë, më duket që ka fjala që kërkohet gjeja. Spiropali aty, edhe mendohet që Spiropali ka vjedh, edhe mendohet që Spiropali kur hyrin aty në që quhet në qeveri, kur u emëru, kur mori një post qeveritar, ishte për burrët dhe themi kallaj, nuk është një pa Breaking Bad, bile po t'jenë janë edhe më të mira femrat, po qenë ashtu, po se kishën atë kuptim. Pra ishte shumë e varfër, por tash është bërë pasur. Kjo është sanse dëgjimore. Këtu ti e gran shehu, o shehra i si e ke. Ke të drejtën legjitime, morale, ke shku për këtën për atje në kuvend të flasësh e të bërtasësh e ti kërkosh llogari që të shke me të. Së është vendi që po diskutohet për këtë. Por kur atje diskutohet diçka tjetër dhe nuk është objekt i hetimit, kjo apo i dhonjës llogari të Spiropalit se si boni paret, kur i boni paret, nuk është vendi se ti po pengon diçka. Në qoftë se po flasim për buxhetin e ti maskarati i idiot kujto si e politikan se ka ndonë sa vota atje, ti flit pse ky buxhet për shembull që i jepet kaq pare kësaj gjykate dhe jo asaj, pse është gabim edhe pse këtu për shembull i kene dhënë ndoshta se këtu janë këto fjalavje miqtë e Ramës, apo ko të dio dhe e gjykata tjetër, ka akoma gjykas nga koha e Berishës, edhe ke dhënë me pak, këtu ti ngrije zërin më qene birqeni, edhe flit, po jo ti thush asaj që është aty që ti ke vjedh shlidhje ka në kohën e buxhetit që të bosh si qenë mistres, që leth e nuk të hënë më qene birqeni, kjo më shkatëron. Populli është idiot, populli për të shifini sa i madh ai si e kundërshtoi. Nuk është trimëri dhe guxim të kundërshtohet në media e ti shash edhe menon ato kur të mbron ligji, unë nuk e di. Kur përflisë kështu unë mendova pse nuk e thrasin policin ta qesin zvarr jashtë, sa ai po bën të kundërtën e asaj që duhet bëj, po saboton. Po saboton në mënyrë kriminale për idiotë për Rogaçi. Edhe një herë, unë ati do t'i heq kapelen, në qoftë se vjen fjalavje, balluku aty në interpolancë e thrasin, njëre vjen, duhet vi, edhe ti janë numëron të gjithë vjedhjet një pas një. Po jo në një seancë buxhetore, ku po flitet gjë tjetër, ti dele proteston pse është balluku fjalavje aty në atë buxhetit ndoshta që po nda, por s'kishte lidhje që bëhet pasur, ti janë bëhet pasur ishte diçka tjetër flit për atë që është aty dhe mos u bë pengesë, ngrezërin tat të kundër demaskoje që ju po jepni kaq pare kësaj shkolle, se në këtë shkollë është nipi i Edi Ramës fjalavje drejtore dhe nuk po jepni asaj shkolla tjetër ku është dhëndri Sali Berishës. Këtu unë e kuptoj që po flet për buxhetin, kundërshton buxhetin, atë planin për buxhetin, edhe po qëndron me natyre konjunktureve, me natyre kornizave, po flet pikërisht për një lloj korrupsioni që të shef në buxhet. Kjo mu nuk më pëlqen, kjo mu më gjan, këto janë ato dhe edhe mendoj nga herë, se unë kam mendu gjatë gjithë jetës, që duhet për çmas të hynë në parlament, që se s'kam pa njëri në këtë jetë, të ngrej shqetësimet e mia që mendoj që janë shqetësimet e popullit në parlament, edhe të ngrej atje ku duhet, ashtu si duhet dhe kur duhet, por kur shoft këta rogeqër, këto njerëz, që nga ata që drejtojnë parlamentin dhe ata që arrin atje të çelin vezë, të vesh nga vezë të bëthët që arrin katë dhe majnë karikët me bose hirë partizë vetë,
Thejmë me gjithë mend, unë kam dash të hynë atë parlament. Sami Gjoka ju përshnet. Gjithmonë kur bëm gati ta myll këtë video, diçka del aty që nuk vlen pastaj ta myll. Por sidoqoftë nuk du ta zgjas më shumë. Tash ju